Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkoi shtesë në buxhet për personel të kontraktuar për t'u atachuar në gjykata me qëllim uljen e stokut të dosjeve të pagjykuara. Pra e theksoj, gjykata ka kërkuar 680 pozicione shtesë në të ardhmen. Ne kemi propozuar 219, nga ana juaj jam miratuar 100. Në kërkesën e Këshillit të Lartë Gjyqësor u referua edhe siguria në gjykata dhe kërkesa për ambiente të reja, duke sjellë në vëmendje faktet se gjyqtarët shpesh i japin vendimet në zyrat e tyre për shkak të mungesës së sallave të gjyqit. 340 milion është i detajuar me 3 zëra. 167 milion janë të destinuara për mjetet e teknologjisë për të rritur sigurinë në gjykata, porta detektor, skanera, mjete alarmi, kamera. 123 milion janë të programuara për përmirësimin e infrastrukturës në këto gjykata. Pse them përmirësimin e infrastrukturës? Sepse këtë e them me bindje dhe me realitet të parë vetë. Ka gjykata që nëse sot ne çojmë një portë detektori, nuk ka ku ta vendosësh. Nëse ju e keni dhe na jepni sot ne, nuk kemi ku ta vendosim atje. Relatori i Komisionit të Ligjeve për projekt buxhetin e Këshillit të Lartë Gjyqësor deklaroi se do të ketë një fond të dedikuar për sigurinë në gjykata. Sa i përket kërkesave shtesë, KLG ka paraqitur kërkesa për shtesë mbi tavanet buxhetore të miratuara në projekt buxhetin e vitit 2026 në vlerën totale prej 340 milion lek, të cilat konsistojnë në realizimin e projektit të sigurisë për gjykatat në shumën 167 milion lek, i cili ka për qëllim pajisjen e gjykatave me mjete teknologjike që mundsojnë monitorimin e çështjeve të sigurisë në gjykata, rikonstruksione të pjesshme të godinave ekzistuese në shumën 123 milion lek, si dhe blerje pajisje kompjuterike për nevojat e gjykatave në shumën 50 milion lek. Nënkryetari i Komisionit të Ligjeve Oert Bylykbashi kërkoi miratimin e buxhetit të kërkuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke bërë thirrje qeverisë se kjo është shenjë që ajo e do pavarësinë e drejtësisë. Qeveria duhet të heqë para nga shpenzime të tjera që janë shpenzime luksi. 300 ca mijë euro do shpenzohen vetëm për rekonstruksionin e vilës qeveritare Ndajt. Bëjmë edhe pa atë neve. Kjo është thrime në raport me çfarë do shpenzohet dhe këto parat i transferohen sigurisht edhe duke siguruar transparencën. KLSH-ja është një nga organet, është organi vetëm që mund të kontrollojë, që ka drejtën për të kontrolluar. Ne kemi drejtën të bëjmë transparencën këtu, por nevoja për të transferuar, për t'ju dhënë juve fondet e nevojshme që sistemi i drejtësisë të funksionojë, pa kthyer kokën me siklet nëse qeveria jep para ose jo, kjo është element thelbësor i pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Këshilli i Lartë Gjyqësor ishte të martën në seancë dëgjimore në Komisionin për Çështjet Ligjore, ku diskutua mbi buxhetin e këtij institucioni.